Në ambientet e kuvendit ka pasur përplasje verbale dhe fizike mes deputetëve të PDK-s dhe aleancës me ata të LVV-s, duke krijuar kështu situatë të tensionuar. Një nga incidentet ka ndodhur mes deputetit të PDK-s Mërgim Lushtaku dhe deputetit të Vetëvendosjes Adnan Rustemi. Gjatë përplasjes, Lushtaku e ka kapur Rustemin për krahu, ndërsa i është drejtuar me fjalët: "Nuk e largoj dorën, shko thirrë kryetarin tënd." Situata është shoqëruar me tensione dhe debate të ashpra mes deputetëve në sallë. Përplasje verbale ka pasur edhe në mes të deputetit të PDK-s Eman Rahmanit dhe deputetit të Vetëvendosjes Ardian Gola. Gjatë debatit, Ramani i është drejtuar Golës duke e quajtur rëndës, duke e tensionuar edhe më tej situatën në kuvend. Në një moment tjetër, Ardian Gola është lagur me ujë nga deputet të tjerë, në një situatë që pasoi përplasjet e shumta në sallë. Po ashtu deputetja e aleancës Albana Bytyqi është përplasur me deputetin e Vetëvendosjes Arbrije Nagafci. Në momentin kur Nagafci po hynte në sallën e kuvendit, Bytyqi ka reaguar duke e kapur për duash dhe duke e shtyer për të mos e lejuar të hyjë në sallë. Në një tjetër moment, Bytyqi ka hedhur letra në drejtim të deputetës së LVV-s, ndërsa deputetja e PDK-s Ganimete Musliu ka lagur me ujë deputetin e Lëvizjes Vetëvendosja Arbrije Nagafci. Edhe deputetja e Guxos Donika Gërvalla është përballur me deputetet e Kuvendit të Kosovës, të cilët kërkuan që partia fituese e zgjedhjeve të 7 qershorit të thras seancën konstituive. Mirpo Gërvalla i kërkoi deputetës së PDK-s Blerta Deliu që të largohet, duke i thënë po të vjen era e gojës. Ndërkaq Ardian Gola nga LVV i thot deputetës së PDK-s Ganimete Musliut: "Në komunikime private s'ka fjalë të mirë që nuk ma thu."